Lajme surprizë vijnë nga Erion Veliaj, pikërisht për prokurorin e tij Ols Dado, sepse Bamir Topi nga noter e ka emëruar prokuror, pa kaluar në shkollën e magjistratit. Ka apo s'ka të drejtë? Do t'jeni të bindur se Erion Veliaj, që paguan $220.000 për në Amerikë, i ka gjetur të gjitha vrimat ku anija e drejtësisë do të fundoset një ditë. Dhe këtë e ka treguar edhe me Belindën dje, ku i mundi të gjithë. Kështu, Lalieri nga një i akuzuar kriminal, sot po del një angjëll dhe akuzues pikërisht për sistemin e drejtësisë. Për më shumë do duhet të pyesim pikërisht motrën e Belit, e cila është duke luajtur Belin mbi tapetin e kuq të Spakut. Ne të presim surprizat, po mos prisni që Kreshnik Spahiu të reagoj si dikur, numri 2 pas Bamir Topit, sepse doktori, mos e harroni, e akuzonte për 300 deri në 1 milion euro emërime në sistemin e drejtësisë. O Zot, sa u lodhëm me këtë drejtësinë, ku do gjej rehat shpirti i shqiptarisë.